E para është të flasim për një ngjarje e cila e ka shkundër botën këto ditë, kjo ka të bëjë me gjithë skenën që ndodhi gjatë bashkëbisedimit mes presidentit Trump dhe presidentit Zelenski të Ukrainës. Ju keni marrë pjesë në shumë procese negociatore, në momente ndoshta edhe delikate. A ka një recetë se si mund të kalohet një situatë e tillë? A ka një ide se si do të mund të evitohej edhe nga presidenti Zelenski një situatë e tillë? Ne kemi pas një përvojë shumë dramatike, në kohë shumë dramatike, domethënë Kosova në vitin 97-98, posaçërisht në vitin 98, kemi qenë në presion të madh diplomatik, presion të madh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të hiqnim dorë nga ideja e pavarësisë dhe që të përqafonim idenë e autonomisë brenda asaj që quhej RFJ. Dhe këtë presion shumë të madh, ndonjëherë edhe publik, e kemi tejkaluar duke spjeguar qëndrimet tona, jo duke akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një apo një gjë tjetër, por duke i spjeguar qëndrimet tona pse kjo nuk funksionon dhe çka do të mund të çka do duhet të ndodhte në ndërtimin e parimeve negociatore. Ukraina për fat të keq nuk ka ndërtuar parimet e veta negociatore, nuk është sapo shoh unë. Nuk ka vepruar në bashkëveprim me shtetet kryesore perëndimore, pra edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ajo që ka ndodhur në shtëpinë e bardhë është krejtësisht e jashtëzakontë, e paprecedent, nuk ka ndodhur ndonjëherë, dhe presidenti i Ukrainës, gjën e fundit që duhet ta bënte është që të zihej publikisht me zyrtar amerikan, ose ta hapte derën që ata të ziheshin me të. Ne kemi pas momente të vështira kur ndonjëherë janë përdorur edhe fjalë pak më të rënda në takimet tona me diplomat amerikan, ndaj nesh, jo anasjelltas. Por ne kemi ditë të përgjigjemi në kuptimin që kemi pas besimin më të madh të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj të Britania e Madhe, domosdoshmërisht Gjermania, Franca e të tjerë. Këshilla është edhe aso kohë për ne, ka qenë edhe për tash për këtë gjendje, është ndërtimi i pozicioneve negociatore të tilla që do të përputhen me energjinë e investuar të shtetet të mëdha, jo kundërthënia ndaj energjisë së shteteve të mëdha. Ka qenë, nëse ka pas dikush që është gëzu asaj gjendje, ka qenë Vladimir Putin, i cili me siguri ka pas festat natë. Ashtu po flitet që janë hapur shumë shishe shampanje, po me që tani nuk e importojnë nga Evropa, shampanja me njohurus është nga Krimea. Pyetja radha që do t'ua bëja është lidhur me integrimet evropiane. Nëse në 5 vitet e fundit Unioni Evropian nuk e shfrytëzon këtë momentum për integrimin e vendeve të Ballkanit në BE. A besoni që, ose a mendoni që duhet hiqet dorë nga kjo ëndër për shkak se unë llogaris që në 5 vitet e fundit, deri në vitin 2030, partitë e ekstremit të djathtë do të jenë aq të fuqishme në disa vende të rëndësishme evropiane që nuk do të mund të përjashtohen nga pushteti, dhe ato natyrisht do të imponojnë agjendën e tyre kundër çdo zgjerimi. Ta shtandojmë këto në disa pjesë. E para ka të bëjë me fitoren e partive të djathta ekstreme. Pas dështimit fashizmit ose pas fitores kundër fashizmit të shteteve perëndimore, të idesë demokracisë liberale, të ndërtimit të një rendit botëror në bazë të rolit prisë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kombet e Bashkuara, i tërë sistemi Bretton Woods, Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar, gjitha këto që kanë mbajtur gjallë një sistem, ka ndodhur një eksperiment me të djathtën e skajshme,
i cili ka qenë friksues në fillim, por ka dalë të jetë ndryshe. Është fjalë për Giorgia Melonin në Itali. Ajo është politikane jo konvencionale, por unë ndëgjova fjalimin e saj në këtë tubimin e madh konservator amerikan CPAC, dhe ajo është një konservatore e cila është më e zëshme, por e cila në mas të madhe është transatlanticiste. Dhe më duket se presioni i madh i opinionit publik kundër të djatës ka rezultuar që e djata të reformohet, e djata e skajshme të reformohet. Tash, lavjersi historik evropian ka qenë socialdemokracia, të drejtat individuale, të drejtat kolektive, një lavjers i cili prej viteve, themi, sa me thonë, 70, 80, deri në të 90-at, ka pas një forcë shtysë. Tash ai lavjers ka shku në një skajshmëri shumë të madhe, ose është duke shkuar në atë skajshmëri, dhe ajo që ka ndoshta më shumë se sa analizë është dëshire imje, është që këto lëvizje lavjersit tjenë si në lloj fruthi, të cilin duhet ta kalojnë shoqëritë, në mënyrë që ta gjejnë, ta rikalibrojnë, ta rigjejnë qendrën e zhvillimit evropian. Tash, Bashkimi Evropian edhe ideja jonë e aderimit të Bashkimit Evropian nuk duhet të humbet. Unë jam i sigurt që Bashkimi Evropian si i këtill nuk do të mund të jetë ai i vitit 2030. Duhet ndodhë diçka brenda këtij përmende të drejtën e vetos të cilën e kanë shtetet anëtare dhe insistimi i Gjermanisë, Francës, shteteve tjera që të kalohet në një votim prej 2/3 për çështjet madhore të vendimarrjes në Bashkimin Evropian. Më shumë se sa idenë e Bashkimit Evropian, për mua sfida më e madhe për regionin tonë, Ballkanit Perëndimor, është se si të unifikohet një sistem i përbashkët i sigurisë. Sepse hyrja në Bashkimin Evropian po zëvendësohet gradualisht me të drejtën e hyrjes në treg të përbashkët. Tregu i përbashkët dhe hyrja e Kosovës në treg të përbashkët evropian dhe i gjithë regionit do të jetë lajm shumë i mirë. Unë mendoj se kjo do të ndodhë brenda 5 viteve të ardhshme, mund të ndodhë. Por kjo jo domosdoshmërisht e zgjidh problemin, edhe ka shtete, ka burgshtetas të cilët thonë është e mundshme hyrja e shteteve si Kosova, si Serbia, por pa drejt vendimarrje. Që është e njëjta gjë, domethënë hyn në tregun e përbashkët evropian, merr para nga struktura e fondeve strukturore, por nuk je ti si Kosovë me blloku tash vendimarrjen atje. Një lloj antarësie klasit 2. Një lloj antarësie klasit 2. Ne që jemi mësuar me udhthu me trenin e klasit 2 prej kohrave të vjetra, prej trenit Fush Kosovë, Munich, domethënë Olympic Express, kjo do të ishte pak a shumë Olympic Express derisa të qilet aeroporti jon për Bashkim Evropian. Pyetja rradhës ka të bëjë pak me rajonin, po nisem për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është një sistem shumë i mirë, posti ose mandatet e presidentit janë të kufizuara. Një politikan nuk mund të jetë më shumë se 8 vjet president. Dhe mu më ka inspiru si eksperiment mendor që ta mendoj që kjo nuk do të ishte keq që të aplikojë edhe në shumë vendet Ballkanit, duke pasur parasysh që zakonisht politikanët vinë në pushtet me premtime të mëdha, kryeministrat, marrin pushtetin, në 4 vitet e para qeverisin deri diku mirë, në mandatin e dytë fillon korrupsioni i madh me betejën ose me qëllime për të siguruar mandatin e tretë, dhe nga mandati i tretë shndrohen autokrat të vërtet ku e kufizojnë lirinë. A do të ishte ky një model i mirë që të kufizohej e drejta që një kryeministër të qëndronte në zyrë më shumë se 8 vjet? Jo, nuk mendoj se do të ishte një zgjidhje sui generis duke anashkaluar evoluimin e shteteve. Pra, aty ku
aty ku kemi përsëritje të mandateve, më shumë se 2 mandateve, në shumicën për këtyre vendeve ku kemi pas, mos t'i përmendim me emër, kemi të bëjmë me sisteme autokratike ose me sisteme të kapjes së shtetit. Po flasim për mandate të plota të pushteteve. Pra, natyra e kufizimit të mandateve do të na sillte në një gjendje çfarë është Putini, për shembull, me Medvedevin, kur i këmbeshin pozicionet, ose diçka që mund ndodh në shtete si Serbia, për shembull, kur presidentit Vučić t'i kaloi mandati, ndonse mandati i tij nuk ka të bëjë fare me prerogativat e tij të pushtetit, s'kan të bëjnë fare me ato që i ushtron ai. Ai ushtron shumë më tepër, larg më tepër. Pra, është vendimarrësi numër 1 i atij vendi përkundër kufizimeve kushtetuese. Ajo çka unë mendoj se do të him në një fazë ku do të ndodhë më shumë demokratizim. Pak me zor në rastin e Serbisë, pak me zor në rastin e Shqipërisë, me ndërhyrjet jo të një sistemi, jo nga zgjedhjet, domethënë, spaku ndërhyn drejt për drejti në jetën politike të Shqipërisë, demonstratat në Serbi e bëjnë të njëjtën punë. Por, prap, problemi themelor i këto shtete jetojnë kështu, po e përjashtoj Shqipërinë sepse nuk ka të bëjë me zhbërjen e ish Jugosllavisë, po ka të bëjë me fenomen krejtësisht tjetër. Momenti i mos dakordimit të tërësisë së sigurisë së regionit i ndihmon veprimet jo demokratike, posaçërisht Serbi në Bosnjë-Hercegovinë. Me që e përmendët, shumë shkurt një pyetje, e mbijeton Aleksandar Vučići këtë valë protestash në Serbi apo jo? E kam pas në kohën e Gjinxhiqit, ka qenë një thanje, ose e mbijeton ai, ose a mbijeton ai, a mbijeton Serbia këtë lloj pushteti. Lëvizja e tanishme e studentëve është lëvizje organike, është lëvizje horizontale, është fenomen krejtësisht i ri në Serbi, dhe qysh tash ka arrit që të krijoj fuqi mobilizuese shoqërore. Kjo fuqi mobilizuese shoqërore ka ende disa muaj energji përpara, sipas vlerësimit tim. Duhet të arrijë një fazë kritike ku ajo energji shndrohet në energji popullore, dhe ajo energji popullore krijon kushtet për një tranzicion politik demokratik. Tranzicion politik demokratik do të thotë që Serbia të shkojë te zgjedhjet e lira, që qytetarët e saj të kenë mundësi të shprehen në mediumet publike, pra gjitha ato gjërat që nuk i kanë deri më sot, që të mos frigohen nga sistemi i patronazhimit me cilën nëse nuk voton për partinë time do të hedhin nga puna. Pra disa nga këto kushtet të cilat duhet të ekzistojnë, edhe mos ketë vjedhje votave, natyrisht, që është një lloj tradite. Kosova në këtë drejtim pothuajse një përjashtim prej rregullit, e jo pjesë e një rregulli. Para disa kohësh pata intervistuar një aktiviste sërbe me një përvojë gjatë edhe në Gjermani si aktiviste, dhe ajo tha që njëra ndër arsyet pse kaq shumë njerëz dhe të ri dalin rrugë në Serbi është se e kanë kuptuar që edhe po mbyllen rrugët ose po ngushtohet hapësira për të emigruar, në radhë të parë për shkak të forcimit të djathtës në Evropë. Megjithatë, ne vrejmë, kjo është e dukshme që ka gjitha vendet e Ballkanit po ballafaqohen me ikje masive të njerëzve. Unë kam jetuar një kohë gjatë në Zagreb dhe tani kur shkoj pjesërisht nuk e njoh qytetin, kur shkoj në kafene, në restorante të ndryshme, dominojnë fytyra nga bota aziatike. A e pret edhe Kosovën një ardhme e tillë, dhe a jemi ne si shoqëni
të përgatitur dhe të gatshëm që të bashkëjetojmë me njerëz kulturash të ndryshme, sepse këtë përvojë nuk e kemi kaluar dhe ne kryesisht kemi përfituar nga toleranca perëndimore. Natyrisht ka pas probleme në integrim të shqiptarëve në botën e jashtme, po kryesisht kemi përfituar nga toleranca dhe zemërgjërsia e shteteve perëndimore për të na integruar. Si do duket këtu, nëse flasim për një vizion vitin 2030-2035. 2030-2035 do të kemi punëtor nga India, do të kemi punëtor nga Bangladeshi, do të kemi punëtor nga Filipinet, do të kemi punëtor nga Turqia, kemi edhe tash punëtor nga atje. Një pjesë e tyre qysh tash vinë, janë njerëz që vinë edhe punojnë në formë sezonale dhe shohin Kosovën si rrugë për të ikë për në Bashkim Evropian.